Imagjinoni këtë skenë. Një gjyshe 77 vjeçare që po tërheq para në bankomat. E vetme, e pambrojtur. Papritur 3 burra të ri e rrethojnë, të vendosur për ta grabitur. Ata mendojnë se kanë gjetur viktimën perfekte. Por ajo që ndodh më pas, do t'ju lër pa fjalë, sepse ata sapo kishin zgjedhur gjyshen e gabuar. Historia që do të lexoni është një dëshmi e jashtëzakonshme që nuk duhet ta gjikosh librin nga kopertina. Qëndroni me ne për ta ndëgjuar të plot këtë rrëfim tronditës dhe frymëzues, një histori që bëri jehon në mbar Britaninë. Disa njerëz nuk kanë as pak ndërgjegje. Ata përfitojnë nga të doptit dhe të pambrojturit, duke menduar se kanë zgjedhur një shënjestër të lehtë. Në shumicën e rasteve, viktimat nuk kanë asnjë mundësi për të mbrojtur ndaj agresorëve të dhunshëm. Por këtë herë, një gjyshe i mëson atyre një mësim që nuk do ta harrojnë kurrë. Winifred Bill, një gjyshe 77 vjeçare nga periferia e Liverpoolit në Angli, ishte gati të tregonte se forca nuk matet gjithmonë me muskuj. Ajo kishte filluar ditën si zakonisht, duke dalë për të bërë disa blerje dhe për të kontrolluar dyqanet e zonës, ashtu siç bënte rregullisht. Por këtë herë diçka ndjehej ndryshe. Ndërsa po tërhiqte para nga bankomati, Winifred gjeu një prani ogurzes pas shpine. Lëkura ju mor dhe qimet në qafë ju ngritën. 3 burra në të 20-tat po i afroheshin dhe qëllimet e tyre nuk ishin as pak të mira. Këta huligan mendonin se do t'i dilnin për zot një gjysheje, por ajo ishte gati t'u jepte një mësim të fortë. Moti tipik anglez atë ditë e detyroi Winifred të vishej trash para se të dilte nga shtëpia. Pas disa shëtitjeve nëpër dyqanet e vjetra të qytetit, vendosi të ndalej për një filxhan çaj dhe diçka të ëmbël, për të ngrohur në atë ditë të ftohtë. Teksa po ecte përgjatë rrugicave të qytetit të vjetër, vuri re 3 burra që po grindeshin në trotuar. Hodhi një sy, por nuk i kushtoi shumë vëmendje. Ishte një skenë e zakonshme që rrugët e qytetit ndaj vazhdoi rrugën e saj. Miqtë dhe familjarët e quanin shkurt Winnie. Ajo ishte një grua e aftë dhe energjike, merrej me riparime të vogla, punonte në kopsht dhe madje ndërtonte gjëra. Kishte shumë aftësi që as nuk e kishte imagjinuar se do t'i duhej t'i përdorte ndonjëherë në situata të rrezikshme. Për të qëndruar e fortë dhe aktive, ajo ushtroi rregullisht. Dhe së shpejti, kjo forcë do t'i duhej më shumë se kurrë. Ajo kujtohej se vajza e shoqes së saj më të ngushtë do të festonte ditëlindjen së shpejti. Winnie donte t'i blinte diçka të veçantë, ndaj u drejtua për një dyqan veshjesh. Teksa shikonte rraftet, gjeti disa gjëra të bukura që e dinte se vajza do t'i pëlqente. Por kur pa portofolin, kuptoi se nuk kishte para të mjaftueshme me vete. Vendosi t'i linte përkohësisht në pritje dhe doli për të shkuar në bankomat. Ishte aty ku ndodhi gjithçka. Teksa 77 vjeçaria po afrohej për të bërë transaksionin, vuri re reflektimin e një burri në ekranin e bankomatit. Fillimisht mendoi se thjesht ishte dikush pa edukat që po i qëndronte shumë afër. Vazhdoi me veprimet, vendosi PIN dhe shtypi butonin vazhdo. Por papritur, gjithçka u errësua. Pamja e saj u turbullua dhe Winnie u rrëzua në tokë. Fillimisht nuk e kuptoi çfarë kishte ndodhur, por brenda pak sekondash e kuptoi se ishte shtyrë me forcë nga pas. Një valë zemërimi i përfshiu gjithë trupi. Me një vendosshmëri të rrallë, ajo ngrit me njerë në këmbë. Mendimi vetëm që i shkonte ndërmend ishte, nuk ka asnjë shans që ky burr të më marrë paratë. Këtë herë nuk ishin hajdutët që goditën të parët, por Winnie. Pa i dhënë kohë të reagojnë, ajo e kapi njërin prej tyre nga koka dhe ja përplasi fytyrën në murin prej tullash të ndërtesës pranë. Në tronditje e sipër, të 3 burrat filluan të iknin me vrap. Ajo kishte përballuar pikërisht të njëjtët burra që i kishte parë më herët duke u grindur në rrugë. Me adrenalinë që i rrithte në çdo qelis, trupi i saj nisi të dridhej. Vetëm pas disa minutash arriti të përpunonte plotësisht se çfarë kishte ndodhur.
E tronditur nga ajo që kishte bërë, tha më vonë në një intervistë. Vetëm më pas kuptova çfarë kisha bërë dhe fillova të dridhem. Po sikur të kishte pasur thik, ndoshta sot nuk do të isha gjallë. Ajo kishte të drejtë. Rreziku kishte qenë i madh. Fatmirësisht, Winnie pësoi vetëm disa lëndime të lehta nga sulmi, disa gërvishtje dhe mavjosje, por asgjë që do ta ndalte. Dhe për më tepër, hajdutët nuk do t'ja dilnin të shpëtonin pa pasoja. Në momentin e incidentit, njerëzit u mblodhën rreth saj për të parë nëse ishte mirë, edhe pse shqetësuar, ajo kishte vetëm një gjë në mendje. Të kapnin hajdutët ishte vetmja gjë që i rëndonte. 2 burra të tjerë, kalimtar të rastësishëm, vrapuan pas tyre në përpjekje për t'i ndalur, edhe pse nuk ja dolën t'i kapnin, policia tashmë ishte në gjurmët e tyre. Kur më në fund arritën të kontrollonin murin ku Winnie kishte përplasur njërin prej tyre, të gjithë u tronditën. Ajo gruaja moshuar kishte shkaktuar dëme serioze me krahët e saj të vegjël, dhe ai hajdut e kishte merituar çdo gram dhimbjeje që kishte ndjerë. Winnie ushtron 4 herë në javë dhe nuk kishte qenë kur më e lumtur për këtë zgjedhje. Pikërisht, ky e kishte ndihmuar të mbrohej dhe të friksonte sulmuesit. Për fat të mirë, kjo histori përfundon me drejtësinë që vjet në vend dhe me Winnie që kthehet në një legjendë lokale. Policia arriti t'i kapte 3 burrat në të 20-tat, duke endur rrugëve aty pranë. Njëri prej tyre kishte një shenjë të dallueshme në kokë, pikërisht aty ku Winnie ja kishte përplasur me forcë në mur. Të 3 u arrestuan menjëherë dhe u dërguan në komisariat. Në gjyq burrat pranuan fajsinë për krimin që kishin bërë dhe u dënuan me burg. Gjyqtari theksoi se ata kishin hedhur një hije të errët mbi vitet e fundit të jetës së saj, dhe për këtë ata duhej të paguanin. Por për Winnie, me rëndësishmja ishte që kishte ndodhur asaj dhe jo ndonjë tjetër që nuk do të mund të mbrohej. Që nga ajo ditë, ajo është bërë një emër i njohur në komunitetin e saj. Të gjithë e përmendin si gruaja që nuk lejon askënd t'i kaloj përmbi. Historia e saj u bë lajm në të gjithë mediat dhe u rrëfye si shembull frymëzimi. Edhe pse gjithçka mund të kishte përfunduar shumë më keq, nëse sulmuesit do të kishin qenë të armatosur, fatmirësisht drejtësia fitoi dhe me rëndësishmja, Winnie u kthye në rutinën e saj të përditshme, aktive dhe e qetë si gjithmonë. Ajo u bë simboli guximit, qëndrueshmërisë dhe forcës së brendshme dhe na mësoi të gjithëve një mësim shumë të rëndësishëm: asnjëherë mos gjykoni një libër nga kopertina.